Mirë, rikthehemi së bashku. Faleminderit që na ndiqni. Ora shënon tani 10:38 minuta. Më duket në autobus e kemi Erdin. Kështu po e shikoj Erdi. Erdi të Eci, natyrisht nga Vivi Blogger, që ndodhet në Vjenë dhe duket i lumtur, pa gjumë. Keni festuar, më duket dje Erdi. Keni festuar edhe kualifikimin e Shqipërisë për në finale. Të përshëndesim nga Prishtina dhe ne jemi shumë të lumtur. Përshëndetje nga Vjena gjithë, më pa jemi me pa gjumë. Erdi mirë se erdhe, kemi festuar edhe ne, ndoshta jo sa festuat jo, por aty. Definitivisht besoj se ju planasa na kena mejt diku ndoshta deri në ora 3 gjysmë të natës. Kurse sa të vazhdojnë, fillojnë provat të finale, së më falni se dhe pse janë pa gjumë sot. Ndoshta mund të flasë edhe pak ma pak, edhe pak më problematik, po gjithsesi ta kemi rrugës për në arenë, për t'i parë provat të finalit. Alisi do të performoj në vend të best. Kështu që presim se si do shkoj. Ke pasur mundësi me taku për shembull Alisin ose komplet grupin? Jo, nuk e pata unë personalisht mundësi me taku, sepse në e shikova në arena, e kam shikuar festivalin. Dhe ata ishin në green room, kështu që nuk ishin mundësi, pastaj kisha për ngjizime që i bënin me IBU në gjitha, po besoj se sot, para ose pas provave, do të mundojmë të bëjmë një takim, që ndoshta të marrim edhe një mesazh për Kosovën nga Alisi. Kështu që do të jemi në kontakt me ta. Dje kishe publikuar një video me flamurin e Kosovës, duke falendëruar të gjithë ata që e mbështesin. Besoj se ka shumë fansa edhe nga Kosova, ose ata që janë nga Kosova por jetojnë në vende të tjera evropiane. Ti ishe duke ndjekur aty dhe peragime nga të huajt, më intereson kjo, nga të huajt më shumë. Çfarë thonë Shqipërinë? Po, kishte e para kishte edhe shqiptar nga Kosova, nga Shqipëria, domethënë edhe pse ishin numër shumë i vogël në krahasim me shtetet e tjera, gjithsesi kishin një prezencë, nuk e lam arenën pa flamur. Kurse në të huajt sigurisht ata u gëzuan për kualifikimin e Shqipërisë dhe për shumicën e tyre madje nuk ishte as le të themi surprizë, pra ishte diçka që të replay që Alisi të kualifikojë në finale, çka ishte ndoshta unë që vrejta një gjë ekstra që mund të themi, ishte që shumica më shënon mesazhe, pra ata që nuk ishin prezent aty, më shënon mesazhe që janë prek shumë nga Alisit, nga mesazhi që ajo i jep dhe me skenografi që e kishte, do që kishin marrë të performancën e Alisit. Erdi, nëse ka mundësi, sepse do mbajmë shumë pak, ndalohet dikun në mënyrë të dëgjosh më mirë. A mund të ndalesh dikun, po mos ecësh? Po na vjen zëri me zhurmë. Ju thatë që nuk ka pas shumë pjesëmarrës të shqiptarëve, por në skenë gjatë performimit të Alisit edhe pas përfundimit performimit të tij, u dëgjuam shumë broritje, shumë zëra, krijuan përshtypje që mund të jenë shqiptarë. Do të thotë kjo që është pëlqyer shumë edhe nga të tjerët sepse bukur shumë u aplauzua. Për pjesën e arenës, kur shmante Eurovizionin, nuk e di me shumë gjota ka pas shqiptar, besoj se ka pas shqiptar në arenë që ka mbështetur Alisin, me shumë gjota që kanë blerë bileta dhe janë qenë aty prezent, po do të them se këtë domethënë që nuk është që vetëm ne e mbështesim Alisin, pra nuk është që vetëm ne bëjmë dorëritje për të. Edhe të huajt ka shumë të huajt që e pëlqejnë këngën dhe bëjnë tifo për Alisin, kështu që dorëritje, gjuartokitje, gjitha janë shumë normale për Alisin në këtë rast. A u pret pozicionimi aty ku pozicionua hyri në gjysmë finale, po u pret që aty të bëhet ky kualifikim apo të ishte diku më herët? Cilat ishin pritshmëritë? Unë personalisht nuk e prisja se kur mundohet se në fakt nuk ka dhe rëndësi se kur thuhet se je kualifikuar. Pra e renditja që bëhet totalisht në mënyrë random, nuk ka një rëndësi. Alisi nuk e ishte kualifikuar si i 8 mbrëm, pas ciklet në para Danimarkës, të Belgjes. Po ajo nuk ka rëndësi, kështu që po unë doja që të thuaj sa më herë që të kemi atë stresin timin finale, pastaj s'ka rëndësi se kush tjetër na bashkangjitet.
Po gjithsesi ishte shumë mirë, po ajo do të thonë nuk ka rëndësi, edhe pse ishte i tetë, s'ka rëndësi, nuk tregon asgjë. Nuk tregon diçka. Mirë, çfarë zëra kishte aty pas kualifikimeve? Ishin të kënaqur, vërehej. Është një këngë favorite, për shembull në top 10, në top 5 ndoshta. Që ka në listin në top 5? Po, top 10, top 5. Definitivisht po, ka njerë se pëlqejnë ka në listin atyre top 8. Tash shumica thonë që mund të jenë ndoshta edhe përpjesi ka dhe njerëz të tjerë që mendojnë për tillë, po unë gjithmonë e shoh që me potencialin e Shqipërisë që mund ta ketë në vota, jam pak më skeptik në këtë anë, domethënë jam pak më realist ndoshta mund të themi, po gjithsesi ka fansë edhe që kanë votuar, madje deri takova një shoqe të timin që është nga Çekia. Ajo kishte ardhur në Austri, rastësisht ta kanë votuar edhe me numër të Çekisë për Alisën, votova edhe me numër të Austrisë. Kështu që kemi edhe persona të tillë që kanë dhënë definitivisht mbështetje të madhe Alisit edhe me SMS edhe me mënyra tjera. Edhe përkthimi i këngës në fakt për audiencën televizive ishte shumë interesant për të kuptuar mesazhi i tematikës. Unë besoj që skenografia që Alisi e hodhi në skenë transformon këngën, mesazhin e këngës e transformon në mënyrë vizuale, besoj që më të mirë të mundshme, personalisht, kjo është mendimi im personal. Interpretimi pastaj i Alisit nuk diskutohet se shumë herë ka një performancë të mirë, pra ju mësu që Alisi ke performanca të mira, mund detaje që thash edhe dje i kostumit nacional që i kemi neve më përqeu shumë, e jep shumë mirë imazhin e nënës. Dhe disi është e pamundur që të mos prekesh në detajin e fundit kur nëna i heq syzat djalit dhe është e tregon atë emocionin e vërtet dhe ja jep orën që është duke treguar që është edhe në pritje. Kështu që besoj se mesazhi i këngës është transformuar shumë mirë në mënyrë vizuale. A e dha për vetës Alisi mbrëm më të mirën, duke që ishte i emocionuar, ishte pjesa më e emocionet janë disi të pamundura për të kontrolluar në mënyra të tilla, sepse është një audiencë shumë e madhe që të ndjekin, është gjithë shteti në supat e tua, që duhet të bësh më të mirën të ndonjë. Besoj se Alisi në atë çast e ka bërë më të mirën mundshmit të tij. Ndoshta mund të bëjë edhe më mirë, tash pasi ka kaluar edhe në finale, do të ketë ndoshta ajo nervoza, stresi do jetë pak më i ulur sepse në fund doli në finale dhe tani tima nuk e në dorë asgjë tjetër përveç se të performosh këngën në mënyrë më të mirë. Po unë jam i kënaqur me performancën e Alisit, mua personalisht më pëlqeu shumë. E performanca e Çipros për shembull të pëlqej, stonoi paksa, u ngatrua paksa vajza Antigoni. Më shumë se ngatrim ndoshta mund të themi, fatkeqësisht ajo kishte probleme të tilla edhe në prova. Po gjithsesi ajo që pam brëm ishte si më them, performancë e përmirësuar e asaj. Pra në prova ishte edhe më keq. Çfarë problemi kishte? Ajo që pam dje. E po edhe të tundësh e të kërcesh. Ku e pati problemi, sepse nuk po e quan distonim, por një problem tjetër. Ku ishte problemi që se rregulloi as me prova? Ajo në prova, përveç stonimit që kishte, ajo nuk këndonte edhe në kohën e duhur. Pra vokalet që janë mbrapa ishin duke kënduar këngën, kurse ajo ishte ndoshta një fjalim mbrapa këngës. Kështu që aty ishte problemi që vrej që ishte ndoshta edhe era e parë që ne dëgjuam dhe pam një të tillë në regjistër të asnjëherë në fakt nuk ndodhin gjëra të tilla. Po ajo këngëtare faktikisht nuk është shumë një këngëtare le të themi e njohur ose le të themi që përqen e talentuar, ka një nga reality show dhe problemet e tilla në fakt ndoshta edhe nuk janë surprizë për shumicën prej nesh. Do një kualifikim apo diskualifikimi ishte surprizë për ty, për shembull Armenia, ishte pritshmëria për të shkuar në finale, por nuk shkoi. Ku ishte mjesë nuk dëgjova? Armenia, përfaqësuesi i Armenisë. Armenia nuk ka qenë një nga favoritët për të kaluar në finale, sepse që nga fillimi i publikimit të këngës nuk është se kishte një lujt madhe mes fansash që kjo këngë do të kalojë në finale, gjithashtu edhe në bazë se ishte në besoj vend të
13 që i bie që ishte përgja i ullët dhe për mua nuk ishte surprizë mos kualifikimi të tyre. Franca të pëlqej për shembull? Edhe një jam plutam? Zëra ka pasur të mirë, një nga këto ka qenë përfaqësuesja e Francës, të pëlqej? Performanca e Francës, përfaqësuesja e Francës është një përfaqësues me një vokal të jashtëzakonshëm. Kjo është disi e padiskutueshme. Mu performanca personalisht nuk më pëlqeu, nuk më pëlqen as kënga, sepse besoj se është një vazhdim i asaj që kemi parë nga fituesit nga Nima dhe JJ, që është një mix i operës me pop, dhe besoj se jemi ngop tani me një stil të tillë, dhe nuk besoj se Franca do të ketë një rezultat shumë mirë. Mirë, a ke ndruar mendje, ke ende... Sa duhet ta bëj edhe unë këtë? Apo Finlanda? Do të fitoj Finlanda apo Shqipëria? Mirë, përgjigjen për jashtë se Shqipëria nuk do ta fitojë me shumë gjosa, do të kemi realist me këtë. Po, mendjen e kam ndruar në fakt deri dje isha shumë i sigurt për Finlandën, kurse sot them o Finlanda o Australia. Ka mundësi edhe Australia të fitoj, me do ta gudrem një performancë të shkëlqyeshme e asaj. Gjitha notat i ka prek, edhe notat më të vështira që i ka në këngë, pra kemi qenë të matënishë me gjithë performancën, dhe në atë moment të gjithë të këtyre duke parë njëri tjetrën dhe duke thonë që ndoshta kjo mund të jetë edhe fituesi, pra është o Finlanda o Australia për mua. Erdi, duke qenë që ti je natyrisht drejtuesi Vivi Blogs dhe në fakt ke kontakte me gjithë artistët, a janë ta ndalur gjithë artistët për dhënë intervista, sepse dëgjuam sipas informacioneve, për shembull, për mediat serbe, Finlanda, një nga natyrisht vajza në këtë rast që i bjen violinës, nuk ka dashur të prononcohet ose prononcimi i saj ka qenë shumë i shkurtër për mediat e Serbisë. Më pas doli që ajo kishte qenë dikur natyrisht në filharmoninë e NATO-s në Kosovë, bë kjo lidhja dhe nuk donte as pak të jepte kohë për media serbe. I vërtet si lajm? Unë këtë e dëgjova dhe unë e kam parë dhe unë si lajm. Unë besoj se ky lajm doli me shumë gjasa kur ndodhi tapeti blu, që ishte të dielën. Por nuk besoj se i arsyeja se ajo nuk japi intervistë për mediat serbe ishte kjo. Sepse ata kanë pas një interes shumë të madh prej mediave të gjithë që ishin aty. Masen edhe nga njëra prej favoritët kishin një vëmendje shumë të madhe për dhënë intervista. Dhe është një, si mund të them, kemi më shumë se 600 media që janë aty prezente. Jo, të gjithë ata mund të japin intervista. Unë me shumë gjosa mendoj që u bën një keq kuptimi i tillë se ata nuk i dhanë intervistë një media serbe, ndoshta edhe mund të jetë lëndëm dhe e lidhen me një gjë të tillë. Sepse ata nuk i dhanë edhe intervista shumicës prej mediave aty, sepse ishin shumë të ngjeshur, i dhanë vetëm atyre mediave që janë pak më të njohur, dhe atyre që ishin finlandeze, pra ishin të limituar me intervistat. Unë personalisht nuk e kam dëgjuar një gjë të tillë prej artistave të tjerë ose nga delegacioni, ndoshta të më thonë një gjë të tillë, mos ndoshta kemi lidhje, por nuk besoj se ka ndodhur për një arsye të tillë. Ky është mendimi personal, të cilin se takohem me përfaqësuesit e Finlandës, definitivisht do ta bëj këtë pyetje, që ta qartësojmë një herë për gjithmonë. Nëse do jenë fituesit me shumë gjasa, do jetë edhe një konferencë në shtyp për ata, që do mundojmë të jem edhe aty, që nëse e marrë të drejtin e fjalës, do ta bëj edhe këtë pyetje. Unë e kam edhe një pyetje të fundit, pasi interpretimit të mbrëmshëm të Alisit dhe kualifikimit në gjysmë finale. Ku e sheh në finale Shqipërinë? Në bazë të asaj çfarë u pa, sepse nga afër komentet e njerëzve, do me thënë, pak më afër mundesh me qenë, ku do të mund të jetë afërsisht me renditje Shqipëria? Unë besoj se pritshmëria më reale që mund të kemi për Alisin është maksimumi 5-vjeçe. Unë nuk surprizohem nëse Alisi del në 5-vjeçe, sepse po i përsëris edhe një herë, mesazhet janë shëmuar shumë mirë në publik, gjithashtu edhe besoj se kishte një reflektim të madh nga juria para gjysmë finale, sepse ata votuan një natë para publikut, sepse këtë mesazh po e marrim nga rritja në Bashkë. Pasi përmoi Shqipëria në juri, për jurinë,
ata ne u rritëm domethënë diku 3 vende ishim në vend të tjetër, u rritëm deri në vendin e 6 nëse nuk gaboj. Kjo jep një mesazh që juria ka reflektuar, po a mos harrojmë se atë gjysmëfinale kishte vetëm 15 këngë, kurse tani do të kemi 25 këngë. Unë uroj që Alisi të merr rezultate më të mirë të mundshme, por për shmëritë mia më reale jam diku 80. Mirë, s'është keq as aty. Suksese Alisit dhe punë të mbarë dhe juve atje. Punë të mbarë. Me të kontaktet. Faleminderit. Ju presim edhe ju e vitin e ardhshëm. Patjetër, neve që kemi nga Eurovisioni. Kemi folë dhe vitin e ardhshëm ne si e kemi siguru vendin. S'pakun ne nga këtu na dëgjojnë zërat besoj. Super, në momentin që shpallet fituese, do të tregoj edhe ndoshta ku mbohet vitin e ardhshëm si qytet, kështu që të kemi ndoshta edhe para përgatitje. Patjetër. Mund të shpërfund edhe një herë me ftu njerëzit për vot ndaj Shqipërisë. Mes sqaru si mund të votojnë. Po, mes sqaru edhe një herë, ka nevojë. Sot do të votoj juria e para, kjo do të kuptohet. Po momentin që hapet të votimi për jurin, hapet një kohë edhe për audiencën që i vijnë nga shtetet jo pjesëmarrëse, ku është edhe Kosova pjesë. Në gjysmëfinale votojmë me kodin 13, kurse në finale do të votojmë me kodin 5. Në esi.vote, esi.com, esi.vote, mund të shkojnë në atë website dhe të votojnë për Shqipërinë deri 10 herë nga një kartë bankare, që nuk gaboj. Kurse për ata që janë në shtetet pjesëmarrëse mund të votojnë të shtunën në momentin që hapet televotimi dhe mund ta mbështetin Alisin me duke dërguar mesazh me kodin 05 në shtetet e tyre. Sukses edhe një herë, faleminderit Erdi. Faleminderit. Faleminderit shumë. Besoj që të marrim lajme të mira në fakt ende për Shqipërinë, sidomos nesër në finale.